paraqises së mbushur plot, një e vërtet brutale shyn heshtjen dhe shkatëron çdo ëndër në sekonda. E poshtëruar publikisht, ajo ikën pa drejtim, duke mbajtur vetëm dhimbjen dhe peshën e një akuze të padrejtë. Por kur një i panjohur i ofron jo një romancë, por një rol të ri në jetën e tij, gjithçka ndryshon. Dhe në atë gjest të papritur, lind një lidhje që as e kaluara, as shoqëria nuk mund ta fshijë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cila qytet po shikoni. Duke vazhduar, kisha e Zojës së bekuar, e vendosur në zonën e bllokut në Tiranë, ishte në kulmin e saj atë të shtunë shtatori. Lulet e bardha zbukuronin çdo stol, fjongot e satenit të artë vareshin delikatësisht nga buqetat dhe drita e pasdites përshkonte vitrazhet me ngjyra, duke pikturuar korridorin qendror me reflekse që dukeshin si të dala nga një ëndër. Jashtë, qiellgërvishtësit e bulevardit dëshmorët e kombit shkëlqenin në diellin e ngrohtë, indiferent ndaj asaj që ishte gati të ndodhte brenda atij tempulli shekullor. Marina Berisha ishte 26 vjeç dhe, në atë moment, ishte e gjunjëzuar në altar, me fustanin e nusërisë që nëna e saj e kishte ruajtur për muaj të tërë në një kuti të parfumuar me livando. Pëlhura e bardhë zbriste në shtresa të buta, velloja i mbulonte flokët e errët të mbledhur në një topuz elegant, dhe buqeta me zambak dridhej lehtë mes duarve të saj. Pranë saj, Ardian Krasniqi, i fejuari i saj që nga mosha 19 vjeç, qëndronte në këmbë, serioz, me kostumin pa asnjë rrudhë dhe një shprehje që ajo nuk arrinte ta deshifronte. Prifti, një burr i moshuar me flokë të thinjur dhe zë të qetë, ishte gati të bënte pyetjen tradicionale kur Ardiani ngriti dorën, duke kërkuar një moment. Heshtja pushtoi kishën. Marina ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Ndoshta ishte nervozizëm, mendoi, fundja të gjithë bëhen nervoz në një dasmë. Por kur Ardiani u kthye për ta parë, kishte diçka ndryshe në sytë e tij. Diçka të ftohtë, të largët, që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. Ardiani mori frym thellë dhe, për tmerrin e të gjithë të pranishmëve, filloi të fliste me zë të lartë, mjaftueshëm të qartë që çdo i ftuar, nga rreshti i parë deri tek ata në fund të kishës, të dëgjonte çdo fjalë. Ai tha se nuk mund të martohej me të. Se kishte shkuar te një mjek, një profesionist i njohur në qytet, dhe se kishte marrë një diagnozë shkatëruese për Marinën. Sipas tij, analizat tregonin se ajo ishte e paaftë për të mbetur shtatzën, se nuk do të mund t'i jepte kurrë trashëgimtar familjes që ata planifikonin të ndërtonin. Dhe se, për këtë arsye, ai nuk mund të vazhdonte me atë bashkim. Fjalët kumbuan nëpër muret e gurta si goditje. Marina ndjeu botën të rrotullohej rreth saj. Fytyrat e të ftuarve u shndërruan në njolla të turbullta, zërat u bën një zhurmë e largët. Ajo pa nënën e saj, ulur në rreshtin e parë, dhe pa lotët që i rridhnin në fytyrën e gruas që kishte qenë gjithmonë fortesa e saj. Pa baban, fytyra e të cilit tregonte një përzierje zemërimi dhe pafuqie. Tezet, kushërirat, shoqet e fëmijërisë, të gjitha dukeshin të paralizuara, mes dëmshurisë dhe skandalit. Ardiani vazhdoi, duke thënë se e respektonte shumë Marinën, se ajo ishte një njeri i mirë, por se ai duhej të mendonte për të ardhmen, për vazhdimsinë e emrit të familjes, për pritshmëritë që kishte pasur gjithmonë për t'u bërë baba. Foli sikur të ishte në një mbledhje biznesi, duke ekspozuar fakte, duke justifikuar një vendim korporativ. Nuk pati asnjë kërkesë faljeje, nuk pati hezitim. Vetëm dënimi i ftohtë dhe i llogaritur i një njeriu që zgjodhi altarin si sken për frikacakërinë e tij. Kisha shpërtheu në pëshpërima. Disa njerëz u ngritën të tronditur. Të tjerë qëndruan ulur duke mbuluar gojen me duar. Prifti u përpoq të ndërhynte duke kërkuar qetësi, duke sugjeruar që të bisedonin privatisht, por Ardiani tashmë po largohej, duke ecur nëpër korridorin qendror me hapa të sigurt, duke e lënë Marinën atje, të gjunjëzuar vetëm. Veshur me fustan nusërie, përballë 200 njerëzve që tani e shihnin në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. Ajo nuk mundi të ngrihej. Këmbët nuk i bindeshin, trupi ishte shumë i rëndë. Turpi ishte aq intensiv sa dukej fizik, sikur çdo shikim të ishte një gur që i vijej mbi supe. Dikush u përpoq ta ndihmonte të ngrihej, por Marina e largoi dorën me delikatesë. Duhej të dilte nga aty. Duhej të merrte frym. Duhej të zhdukej. Me mundim, arriti të ngrihej dhe eci, pothuajse duke vrapuar, nëpër korridorin ansor të kishës, larg shikimeve. Doli nga një derë ansore që të çonte në një kopsht të vogël në pjesën e pasme të tempullit, ku kishte një stol guri nën hijen e një mani. Aty, më në fund, la lotët të binin.
qau me intensitetin e dikujt që sapo kishte humbur gjithçka, jetën që kishte planifikuar, të ardhmen që kishte ëndërruar, dinjitetin që ishte përpjekur gjithmonë ta ruante. Ndërsa Marina shkrihej në lot, brenda kishës u instalua kaosi. Familjet u ndan mes ngushëllimit dhe gjykimit, mes mbrojtjes dhe dënimit. Por kishte dikë që vëzhgonte gjithçka me një vëmendje të ndryshme. Në fund të kishës, ulur diskretisht në rreshtin e fundit, ishte Artan Gashi, një biznesmen 42 vjeçar, i njohur në Tiranë për ndërtimin e një perandorie në sektorin e teknologjisë dhe inovacionit. Fytyra e tij ishte e njohur për ata që ndiqnin revistat e biznesit dhe gazetat ekonomike, por atë të shtunë, ai nuk ishte si ekzekutiv, por vetëm si një baba që kishte lënë 3 vajzat e tij trenjake në katekizmin që zhvillohej në sallën pranë kishës. Artani kishte shkuar në kishë vetëm për të marrë vajzat pas mësimit të fesë, por duke arritur më herët, kishte vendosur të ulej diskretisht për të pritur. Kur nuk e kishte imagjinuar se do të dëshmonte një skenë kaq brutale. Ndërsa vëzhgonte Marinën duke u shkatëruar publikisht, diçka brenda tij u revoltua. Nuk ishte vetëm padrejtësia e dukshme e situatës, por mënyra mizore se si ishte zhvilluar gjithçka. Ajo nuk ishte thjesht prishja e një fejese. Ishte shkatërimi i qëllimshëm i një njeriu përballë të gjithë atyre që njihte. Kur pa Marinën të dilte me vrap për në kopshtin anësor, Artani priti disa minuta. Nuk donte të pushtonte një moment kaq privat, por gjithashtu nuk mund të largohej thjesht dhe të bënte sikur nuk kishte parë asgjë. Kishte diçka në atë skenë që e kishte prekur thellë. Ndoshta sepse ai vetë njihte dhimbjen e humbjes, vetminë e përballjes me botën i vetëm, ndjesinë se jeta që kishe planifikuar shembet në një çast. Pasi mori 3 vajzat e tij, të cilat ishin ende të gjalla dhe të pavetdijshme për dramën që sapo kishte ndodhur në kishën kryesore, Artani i çoi deri te makina dhe u kërkoi të prisnin disa minuta. Eci deri te kopshti anësor dhe gjeti Marinën ende ulur në stolin e gurit, fustani i bardhë i njollosur me dhe velloja i kishte rënë mbi supe, fytyra e lagur nga lotët. Artani ndaloi disa metra larg, pa dashur ta tremte. U kollit lehtë dhe e pyeti nëse ishte mirë, edhe pse e dinte se ishte një pyetje pa kuptim përballë qartësisë së përgjigjes. Marina ngriti fytyrën, sytë e ënjtur, dhe tha se jo, nuk ishte mirë, se asgjë nuk ishte mirë. Zëri i doli i mbytur, i thyer. Artani u afrua me kujdes dhe i kërkoi leje të ulej pranë saj në stol. Marina bëri një gjest të vagullt lejimi, sikur asgjë të mos kishte më rëndësi. Ai u ul, duke mbajtur një distancë respektuese, dhe qëndroi në heshtje për disa çaste, vetëm duke vëzhguar gjethet e manit që lëviznin me fllatin e pasdites. Pastaj, me një zë të qetë dhe të vendosur, Artani filloi të fliste. Tha se kishte dëshmuar gjithçka që kishte ndodhur në altar dhe se ajo ishte e papranueshme. Se asnjë njeri nuk meritonte të ekspozohej në atë mënyrë, pavarësisht arsyes. Marina u përpoq ta ndërpriste, duke thënë se ai nuk kuptonte, se Ardiani kishte të drejtë, se ajo me të vërtet ishte me defekt, e paftë për të bërë fëmijë. Por Artani ngriti dorën, duke i kërkuar ta lindte të vazhdonte. Ai zbuloi atëherë diçka që e bëri Marinën të ndalonte së qari për një çast. Artani shpjegoi se e njihte mjekun që Ardiani kishte përmendur, Dr. Petrit Hoxhën, një nga profesionistët më të respektuar në Tiranë në fushën e mjekësisë riprodhuese. Tha se ky mjek njihej pikërisht për etikën e tij të rrept, për mos shkeljen kurrë të sekretit mjekësor apo bërjen e pohimeve të lehta për shëndetin e ndonjë pacienti. Dhe se, për këtë arsye, ishte jashtëzakonisht e pamundur që ai të kishte dhënë diagnozën në mënyrën siç e përshkroi Ardiani, e aq më pak të kishte autorizuar që një informacion i tillë të bëhej publik. Marina ndjeu një shkëndijë të diçkaje që nuk arriti ta identifikonte menjëherë. Ishte zemërim? Ishte shpresë? Ishte thjesht konfuzion? Artani vazhdoi duke thënë se, në të vërtetë, e gjithë kjo tingëllonte si një justifikim i përshtatshëm. Një mënyrë frikacake për të prishur një zotim pa marrë përgjegjësinë për zgjedhjen. Ai do të vinte bast se Ardiani tashmë kishte plane të tjera, ndoshta një person tjetër, dhe i duhej një justifikim që ta bënte të dukej viktime e rrethanave, dhe jo zuzari i historisë. Fjalët e Artanit filluan të merrnin kuptim në mendjen e hutuar të Marinës. Ajo kujtoi detaje që i kishte injoruar muajt e fundit, shenja të vogla që tani merrnin një kuptim të ri. Daljet gjithnjë e më të shpeshta të Ardianit, bisedat telefonike që ai ndërpriste kur ajo hynte në dhomë, distanca emocionale në rritje e maskuar si stres nga puna. Ndoshta Artani kishte të drejtë.
Ndoshta gjithçka nuk ishte veçse një gënjeshtër e përpunuar për të mbuluar diçka shumë më të thjeshtë dhe të poshtër. Artani atëherë ndryshoi temë. I tregoi Marinës për historinë e tij. Foli për gruan që kishte humbur 3 vjet më parë, në mënyrë të papritur dhe të befasishme, duke e lënë vetëm me 3 vajza vetëm 5 vjeçe në atë kohë. 3 njake. 3 personalitete krejtësisht të ndryshme, 3 mënyra të dallueshme për të përballuar humbjen e nënës, 3 nevoja që ai përpiqej t'i plotësonte, por shpesh dështonte. Ai përshkroi se si ishte jeta që atëherë. Një rutinë mbledhjesh të pafundme, vendimesh që lëviznin miliona euro, udhëtimesh biznesi që e largonin nga shtëpia për ditë të tëra. Vajzat kujdeseshin nga një ekip dado, mësues privat, punonjës efikas. Kishin gjithçka që parat mund të blinin, përveç pranisë së vazhdueshme të një babai dhe figurës amtare që u mungonte aq shumë. Artani rrëfeu se më e madhja e 3 njakeve, vetëm për 5 minuta, kishte marrë një rol që nuk duhej të ishte i saj. Elena ishte bërë shumë serioze për një fëmijë 8 vjeçar, kontrolluese, duke u përpjekur të mbante rregull në shtëpi dhe të kujdesej për motrat. Besa, e mesmja, ishte shpërthyese dhe impulsive, reagonte ndaj çdo frustrimi me shpërthime zemërimi që fshinin një dhimbje të thellë. Dhe Jona, më e vogla, jetonte në një botë fantazish, duke krijuar histori dhe miq imagjinar si një formë arratisjeje. Apartamenti Papafingo ku jetonin, në zonën e bllokut, ishte pa të meta, luksos, me një pamje të privilegjuar të qytetit. Por i mungonte jeta. I mungonte ngrohtësia. Mungonte dikush që të ulej në cep të krevatit dhe të dëgjonte frikërat e natës së një fëmije. Mungonte përqafimi, prehri, prania e vërtetë. Artani atëherë bëri diçka krejtësisht të papritur. E pa drejtë në sy Marinën dhe tha se kishte një propozim. Nuk ishte një propozim martese, nuk ishte një ofertë romantike apo plot premtime boshe. Ishte diçka më pragmatike, më e sinqertë dhe në të njëjtën kohë më e rrezikshme. Ai i propozoi që ajo të shkonte të jetonte në apartamentin e tij, për ta ndihmuar të kujdesej për 3 njaket dhe të administronte shtëpinë. Në këmbim i ofronte respekt, dinjitet, një hapësirë të sigurt larg shikimeve gjykuese të lagjes ku të gjithë do ta dinin tashmë historinë e kishës dhe shansin për të rindërtuar jetën e saj në një mjedis të ndryshëm. Ai e bëri të qartë se nuk priste asgjë më shumë se kaq. Nuk kishte presion, nuk kishte pritshmëri romantike. Nëse një ditë do të lindte një afeksion i vërtet mes tyre, le të vinte natyrshëm me kohën. Por ajo që ai ofronte në atë moment ishte një mundësi për një fillim të ri. Një shans për t'i shpëtuar etiketës që sapo i ishte vënë, gruaja e refuzuar në altar, gruaja e shënuar si me defekt. Marina mbeti në heshtje, duke përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Ishte absurde. Ishte e pamatur. Ishte një çmenduri të pranojë një propozim të tillë nga një huaj i plot. Por kur mendoi për alternativën, kur imagjinoi të kthehej në shtëpinë e prindërve dhe të përballej me shikimet e mëshirës, pyetjet e pëshpëritura, thashë themet nëpër korridoret e pallatit. Kur mendoi të shihte të njëjtat fytyra që dëshmuan poshtërimin e saj ditë pas dite, javë pas jave, propozimi i Artanit filloi të tingëllonte më pak si çmenduri dhe më shumë si shpëtim. Ajo e pyeti pse do ta bënte këtë. Pse do të ndihmonte një të panjohur? Artani u përgjigj me një thjeshtësi çarmatose. Tha se ndoshta ishte egoizëm i maskuar si mirësi, sepse ai kishte nevojë për ndihmë të vërtet, jo për më shumë punonjës që plotësonin oraret. Kishte nevojë për dikë që të kujdesej sinqerisht për vajzat, që të ishte aty jo për pagë, por me zgjedhje. Dhe shitet e Marina dikë që e kuptonte dhimbjen, dikë që e njihte humbjen, dikë që ndoshta mund të lidhej me 3 fëmijë të lënduar në një mënyrë që asnjë dado e trajnuar nuk do të mundej. Dielli filloi të perëndonte mbi Tiranë, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli. Jashtë kopshtit, zhurma e qytetit vazhdonte indiferente, makinat kalonin me nxitim nëpër bulevard, njerëzit vazhdonin jetët e tyre pa e ditur dramën që ishte zhvilluar në atë kishë. Marina pa fustanin e bardhë, tani të ndotur dhe të zhubravitur, simbol i një të ardhmeje që nuk do të ishte kurrë. Pa buqetën e rënë në tokë, petalet e zambakëve që fillonin të vyshkeshin. Pa duart e saj bosh të dridhura. Dhe atëherë, në një akt guximi që ajo vetë nuk e dinte se e posedonte, Marina bëri një zgjedhje. Tha po. E pranonte propozimin. Do të shkonte me Artanin. Ndoshta ishte çmenduri, ndoshta ishte dëshpërim, ndoshta ishte thjesht instinkti i mbijetesës së dikujt që nuk shihte rrugdalje tjetër.
Por në atë moment, me zemrën ende që i rrifte gjak dhe dignitetin cop, ajo zgjodhi t'i besonte një të huaj që i ofroi jo dashuri, jo pasion, por diçka shumë më të rrallë dhe të vlefshme, respekt dhe një shans të dy. Artani pohoi me seriozitet dhe u ngrit duke i zgjatur dorën për ta ndihmuar. Marina pranoi dorën, u ngrit nga stoli dhe, për herë të dytë atë ditë, eci drejt të panjohurës. Por këtë herë nuk po shkonte drejt një altari, po shkonte drejt një makine të zezë të parkuar përballë kishës, ku 3 vajza 8 vjeçare shikonin kurreshtare nga dritarja, pa imagjinuar se edhe jetët e tyre ishin gati të ndryshonin plotësisht. Para se të hynte në makinë, Marina pa për herë të fundit kishën. Nëna e saj ishte te dera, fytyra e shënuar nga të qarat, por në vend që ta thërriste të kthehej, vetëm i bëri me dorë, një gjest i vogël që mbarte sa lamtumir aq edhe bekim. Babai i saj ishte pranë gruas, shpreha e rëndë, por syt tregonin diçka që Marinës i u deshën sekonda për ta njohur, besim. Ata besonin se ajo e dinte se çfarë po bënte, edhe pse ajo vetë nuk ishte e sigurt. Marina hyri në makinë, fustani i nusërisë zinte pothuajse të gjithë sediljen e pasme. 3 vajzat e shikonin me një përzierje kurreshtieje dhe dyshimi. Artani bëri prezantimet shkurtimisht duke treguar se cilën prej tyre. Elena, serioze dhe vëzhguese. Besa, me krahët e kryqëzuar në një qendrim mbrojtës. Jona, e fshehur pas një arushi pelushi të vjetër. Marina u përpoq të buzëqeshte, por gjesti i doli i dridhur, i thyer. Makina u nis duke lënë pas zonën e bllokut, duke u ngjitur drejt pjesëve më luksoze të qytetit. Marina vëzhgonte nga dritarja qytetin që transformohej gradualisht. Rrugët bëheshin më të gjera, trotuaret më të pastra, pemët më të kuruara. Ishte sikur po udhëtonte për në një vend tjetër, edhe pse ende ishte në Tiranë. Kur arritën në kompleksin ku jetonte Artani, Marina ndjeu ndikimin e realitetit që e priste. Ndërtesa ishte madhështore, e gjitha me xham pasqyre, me një kopsht frontal pa të meta dhe një hyrje me roje të uniformuar. Makina hyri në garazhin nëntoksor, parkoi në një vend të shënuar me emrin Gashi dhe të gjithë zbritën. Ashensori privat ngjitej direkt në apartamentin Papafingo. Vajzat ishin të qeta, duke vëzhguar Marinën me vëmendje. Kur dyert u hapën direkt brenda apartamentit, Marinës i u desh të bënte një përpjekje për të mos i rënë nofulla. Hapësira ishte e pamas. Tavane shumë të larta, dritare nga dyshemeja në tavan me pamje panoramike të qytetit, mobilje moderne dhe elegante, vepra arti në mure. Gjithçka bërtiste luks, sofistikim, fuqi. Por kishte diçka të çuditshme në atë mjedis të përsosur. Lodra të shpërndara në tapetin persian të sallonit. Një kukull e braktisur mbi divanin prej lëkure. Vizatime të ngjitura në frigoriferin inox. Atlete të vogla të lëna në hyrje. Ishte sikur 2 realitete bashkëjetonin pa u përzier plotësisht, bota e rritur dhe korporative e Artanit dhe universi fëminor dhe i rrëmujshëm i trenjakeve. Një grua në moshë të mesme, e veshur me përparse, u shfaq nga kuzhina. Artani e prezantoi si teto liria, kujdestarja që merrej me shtëpinë. Gruaja e pa Marinën me habi të dukshme, veçanërisht për shkak të fustanit të nusërisë, por pati delikatesën të mos bënte pyetje. Artani shpjegoi shkurtimisht se Marina do të jetonte aty dhe se liria duhej të përgatiste dhomën e miqve. Trenjaket më në fund reaguan. Elena, më e madhja dhe seriozja, bëri një hap përpara dhe pyeti drejt për drejt, me një zë të vendosur që nuk dukej një fëmijë 8 vjeçar, kush ishte ajo grua dhe pse ishte aty. Artani u ul deri në nivelin e syve të vajzave dhe shpjegoi me durim se Marina ishte një mike që po kalonte një moment të vështirë dhe se do të qëndronte me ta për një kohë, duke ndihmuar në kujdesin e shtëpisë dhe të tyre. Besa, e mesmja, kryqëzoi krahët më fort dhe deklaroi se nuk kishin nevojë për askënd, se tashmë kishin teto lirin dhe punonjëset e tjera. Jona, më e vogla, nuk tha asgjë, vetëm përqafoi arushin e pelushit më fort dhe bëri disa hapa prapa, duke u fshehur pas motrës. Marina ndjeu peshën e atyre shikimeve fëminore, të ngarkuara me dyshim dhe frikë. Nuk ishin vetëm 3 fëmijë të llastuar që i rezistonin një të huaje në shtëpi. Ishin 3 vajza që kishin humbur nënën dhe tani shihnin një të panjohur të shfaqej papritur, veshur me fustan nusërie, duke pushtuar hapësirën që ato kishin mësuar ta mbronin me mish e me shpirt. Në atë moment, Marina pati sigurinë absolute se kishte bërë gabimin më të madh të jetës së saj. Çfarë po bënte aty?
Si kishte menduar se mund të hynte thjesht në jetën e këtyre njerëzve dhe të bënte ndryshim. Ajo nuk dinte asgjë për rritjen e fëmijëve, nuk kishte përvojë, nuk kishte përgatitje. Ishte aty vetëm duke ikur nga dhimbja e saj, duke u përpjekur t'i shpëtonte poshtërimi. Dhe tani e gjente veten të bllokuar në një situatë edhe më komplekse dhe të frikshme se ajo që kishte lënë pas. Artani duhet ta ketë vënë re panikun në sytë e saj, sepse u afrua dhe i tha me zë të ulët se gjithçka do të shkonte mirë, se ajo do të kishte kohë të përshtatej, se askush nuk priste mrekulli. Marina pohoi me kokë, por nuk besoi asnjë fjalë. Si mund të shkonte mirë? Si mund të funksiononte? Teto Liria e çoi në dhomën e miqve, një hapësirë e gjerë me një krevat dopjo, një dollap bosh dhe një balkon me pamje nga lagja. Kujdestarja i ofroi ta ndihmonte të hiqte fustanin e nusërisë dhe Marina pranoi, mirënjohëse që nuk duhej të përballej vetëm me kopsat e pafundme në shpinë. Kur më në fund u çlirua nga ajo veshje që tani përfaqësonte vetëm dhimbje dhe turp, veshi një këmishë nate të thjeshtë që Teto Liria i dha hua dhe u ul në cep të krevatit, e raskapitur. Nata ra mbi Tiranë. Nga dhoma, Marina mund të shihte dritat e qytetit që ndizeshin një nga një, miliona pika të vogla të ndritshme që dukeshin si yje të rënë mbi beton. Dëgjoi zëra që vinin nga salloni, Artani duke biseduar me vajzat, duke shpjeguar, duke qetësuar. Dëgjoi hapa nëpër korridor, dyrë që mbylleshin, rutinën e natës së një shtëpie që nuk e njihte. Dhe atëherë, në heshtjen e agimit, kur gjithçka më në fund u qetësua, Marina i lejoi vetes të qante përsëri. Por këtë herë nuk qau vetëm për poshtërimin në altar, apo për gënjeshtrën e Ardianit, apo për të ardhmen e shkatëruar. Qau edhe për pasigurinë e së tashmes, për frikën e së nesërmes, për ndjesinë e frikshme të qenit plotësisht e humbur në një jetë që nuk ishte e saj. Jashtë, qyteti vazhdonte i gjallë, indiferent. Dhe brenda atij apartamenti luksos, 4 shpirtra të lënduar përpiqeshin të gjenin ndonjë kuptim në kaosin në të cilin ishin kthyer jetët e tyre. Ditët e para të Marinës në apartament ishin si të ecje mbi akull të hollë, çdo lëvizje e llogaritur, çdo fjalë e menduar 3 herë para se të thuaj. Ajo zgjohej herët, edhe para se të vinte Teto Liria, dhe qëndronte duke vëzhguar qytetin që zgjohej përmes dritareve të mëdha të sallonit. Tirana zgjohej në shtresa, së pari bukpjekësit dhe punëtorët e natës, pastaj ekzekutivet e nxituar dhe në fund kaosi total i trafikut të mëngjesit. Artani dilte gjithmonë shumë herët, rreth orës 6:30, me një çantë lëkure nën krah dhe celularin tashmë të ngjitur në vesh, duke zgjidhur probleme edhe para se të arrinte në zyrë. Ai u thoshte lamtumir vajzave me puthje të shpejta në ball, gjithmonë i shpërqendruar, gjithmonë me mendjen tashmë në ndonjë mbledhje të rëndësishme. Vajzat jo gjithmonë zgjoheshin në kohë për ta parë të dilte. Rutina e trenjakeve ishte rreptësisht e vendosur. Zgjoheshin në 7, hanin mëngjesin e përgatitur nga Teto Liria, shkonin në shkollën private të lagjes nga ora 8 deri në mesditë, hanin drek në shtëpi, kishin mësime private anglishteje, pianoje dhe baleti pas ditëve. Hanin darkë në 7 të mbrëmjes dhe shkonin të flinin në 9. Gjithçka e kronometruar, gjithçka e planifikuar, si një mekanizëm i vajosur mirë që funksiononte pavarësisht afeksionit apo lidhjes së vërtetë. Marina vëzhgonte gjithçka nga larg ditët e para, duke u përpjekur të kuptonte dinamikën e asaj shtëpie. Elena, më e madhja për 5 minuta, ishte ajo që komandonte vërtet operacionet. Ajo zgjidhte rrobat që do të vishnin të treja, gjithmonë të kombinuara, vendoste se çfarë do të hanin në mëngjes, organizonte çantat e shkollës. Në moshën 8 vjeçare, kishte një agjend mendore më të organizuar se shumë të rritur. Por Marina vuri re diçka që askush tjetër nuk dukej se e shite. Pas asaj fasade kontrolli, ishte një fëmijë i raskapitur, që mbante një peshë që nuk duhej të ishte e saj. Besa ishte e kundërta. Shpërthyese, impulsive, përgjigjej me britma kur kundërshtohej, hidhte objekte kur frustrohej, përplaste dyert me forcë të panevojshme. Dadot e mëparshme kishin mësuar ta linin thjesht vetëm kur fillonin shpërthimet e zemërimit. Por Marina kuptonte se ai zemërim ishte vetëm sipërfaqja. Poshtë kishte hidhërim, kishte braktisje, kishte një vajzë të dëshpëruar për vëmendje që askush nuk ja jepte. Jona, më e vogla, jetonte në botën e saj. Bisedonte me miq imagjinar, krijonte histori të përpunuara për mbretëri të magjepsura dhe princesha të humbura, vizatonte pa pushim në fletore që i grumbullonte nën krevat. Ajo ishte ajo që i shqetësonte më pak të rriturit, pikërisht për këtë ishte më e neglizhuara.
Askush nuk e kuptonte se ajo botë fantazish ishte një formë aratisjeje nga një realitet shumë i dhimbshëm për t'u përpunuar nga një fëmijë. Në ditën e tretë, Marina vendosi se nuk mund të vazhdonte vetëm duke vëzhguar. Në mëngjes, kur vajzat po hanin mëngjes, ajo ju bashkua atyre në tryezë. Heshtja ishte e menjëhershme. Elena e shikoi me ata sy shumë serioz për një fëmijë. Besa kryqëzoi krahët në një qëndrim mbrojtës. Jona fsheu fytyrën pas një gote lëngu. Marina nuk u përpoq të detyronte bisedën. Thjesht mori kafe dhe bukë të thejkur dhe hëngri në heshtje. Por kur Elena derdhi lëng në bluzën e uniformës dhe lëshoi një pasthirm frustrimi, ishte Marina ajo që u ngrit e para, mori një leckë të lagur dhe e ndihmoi të pastrohej, duke thënë se nuk ishte asgjë, se këto gjëra ndodhnin. Elena e shikoi e habitur, sikur askush të mos e kishte trajtuar kur një gabim të saj me kaq lehtësi. Atë pasdite, kur vajzat u kthyen nga shkolla, Marina ishte në kuzhinë duke u përpjekur të bënte topa çokolate. Teto Liria kishte dalë më herët dhe kuzhina ishte e rrëmujshme me tenxhere, lugë dhe çokoladë të shpërndar kudo. Trenjaket ndaluan te dera duke vëzhguar skenën me kureshtje. Ishte Jona që pyeti e para, me zë të ulët, se çfarë po bënte. Marina shpjegoi se po përpiqej të bënte topa çokolate, por se kur nuk kishte qenë zonja në kuzhinë dhe me siguri po e bënte gjithçka gabim. Besa bëri një hap përpara, nuhati ajrin dhe deklaroi se po digjej. Marina pa tenxheren dhe pa se ajo kishte të drejtë. Çokolata ishte ngjitur në fund dhe filloi të lëshonte tym. Për habin e Marinës, Elena nuk u ankua apo thiri Teto Lirin. Në vend të kësaj, mori një lugë, provoi përzierjen që nuk ishte djegur ende dhe tha se i duhej vetëm më shumë qumësht i kondensuar dhe më pak zjarr. Besa tërhoqi një stol dhe filloi të përziente tenxheren me entuziazëm. Jona u bë përgjegjëse për të bërë topat, duart e saj të vogla punonin me kujdes. Së bashku, të katërta arritën ta shpëtonin recetën. Kur topat e çokolatës u bën gati, i hëngrën të gjitha ulur në dyshemen e kuzhinës, duke qeshur me gojet e lyera me çokoladë. Ishte një moment i vogël, pothuajse i parëndësishëm, por ishte çarja e parë në murin që vajzat kishin ndërtuar rreth vetes. Në ditët në vijim, Marina filloi të vinte re modele. Elena zgjoi gjithmonë në mes të natës, ecte deri në dhomën që kishte qenë e nënës së saj, tani e shndërruar në zyrë dhe qëndronte aty ulur në errësirë për disa minuta para se të kthehej në krevat. Besa kishte makthe të shpeshta dhe zgjoi duke bërtitur, por kur dikush vinte për të kontrolluar, bënte sikur flinte, e turpëruar nga cenueshmëria e saj. Jona fliste në gjumë, biseda të tëra me nënën që nuk ishte më aty. Një natë, Marina dëgjoi britmat e Besës dhe shkoi në dhomën e vajzave. E gjeti vajzën ulur në krevat duke u dridhur, sytë e zgurdulluar nga frika. Elena dhe Jona flinin thellë në krevatet e tyre. Marina u afrua ngadalë, pa bërë lëvizje të vrullshme dhe e pyeti nëse mund të ulej aty. Besa hezitoi, por në fund pohoi me kokë. Në vend që të pyeste për maktin apo të përpiqej të detyronte bisedën, Marina thjesht qëndroi aty ulur, në heshtje, një prani e qetë në mes të errësirës. Gradualisht, frymëmarrja e Besës u qetësua. Pas disa minutash, vajza pyeti me zë të ulët nëse Marina do të ikte edhe ajo, si të gjitha dadot e tjera. Marina u përgjigj me sinqeritet, tha se nuk e dinte të ardhmen, por se sa kohë të ishte aty, do të ishte me të vërtetë e pranishme. Besa atëherë tregoi me zë të mbytur se kishte ëndërruar nënën e saj. Se ajo kthehej, por nuk i njihte vajzat dhe ikte përsëri. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. E tërhoqi vajzën në një përqafim dhe Besa, që gjithmonë i rezistonte shfaqjeve të afeksionit, këtë herë u la të përqafoi. Qanë së bashku aty, në dhomën e errët, dy shpirtra të lënduar që ndanin dhimbjen. Të nesërmen, gjërat filluan të ndryshonin në mënyrë delikate. Besa e tërhoqi Marinën nga krahu dhe i tregoi vizatimet që i ruante të fshehura nën krevat, portretet të familjes që dikur ishte. Elena, në vend që të organizonte gjithçka vetë, filloi të kërkonte ndihmë, gjëra të vogla si të zgjidhte mes dy fustaneve apo të vendoste për ushqimin e pasdites. Jona filloi t'i tregonte historitë e saj me zë të lartë, jo më vetëm për miqt imagjinar, por për Marinën që e dëgjonte me vëmendje të sinqertë. Artani vëzhgonte gjithçka nga larg me një përzierje habie dhe lehtësimi. Ai shihte vajzat të buzëqeshnin më shumë, të flisnin më shumë, të ziheshin më pak. Shtëpia dukej më e lehtë, më e gjallë.
Një pasdite, arriti më herët nga puna dhe I gjeti të katërta në salon, duke bërë një kështjell me jastëk dhe batanie. Vajzat qeshnin me zë të lartë, Marina bënte sikur ishte një dragua që sulmonte kështjellën, gjithçka ishte rëmuj dhe gëzim. Ai qëndroi në derë duke vëzhguar dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh, paqe. Ajo ishte shtëpia që ai donte për vajzat e tij, ai ishte ambienti që ishte përpjekur të krijonte, por kur nuk ja kishte dalë. Dhe e gjithë kjo për shkak të një gruaje që mezi e njihte, që kishte hyrë në jetët e tyre rastësisht në ditën më të dhimbshme të saj. Por jo gjithçka ishte e qetë. Ndryshimet që ndodhnin brenda apartamentit filluan të gjeneronin pasoja jashtë. Lajmi se Artani, I vejuari milioner, kishte një grua që jetonte në shtëpinë e tij u përhap shpejt në qarqet shoqërore të Tiranës. Komentet filluan diskrete, pastaj u bën më të guximshme, më dashakeqe. Ishte atëherë që u shfaq Klara Meta. Motra më e vogël e gruas së ndjerë të Artanit, Klara ishte një grua 35 vjeçare, ekzekutive në një multinacionale, beqare e bindur dhe jashtëzakonisht ambicioze. Ajo gjithmonë kishte pasur një marrëdhënie të komplikuar me motrën e madhe, një përzierje dashurie dhe zili. Kur motra vdiq, Klara mori rolin e kujdestares së kujtesës familjare, duke vizituar mbesat të dielave, duke marrë pjesë në vendime të rëndësishme, duke mbajtur një prani të vazhdueshme në jetën e Artanit. Por e vërteta ishte se Klara kur nuk e kishte dashur vërtet përgjegjësinë e rritjes së 3 fëmijëve. I pëlqente pjesa e bukur, drekat në restorante të shtrenjta, fotot në rrjetet sociale që tregonin tezën e përkushtuar, por u shmangej pjesëve të vështira, netëve pa gjumë, inateve, kërkesave emocionale të vazhdueshme. Për të, trenjaket ishin më shumë një zgjatim I statusit familjar se sa njerëz të vërtet me nevoja të vërteta. Kur mësoi se një e huaj po jetonte në apartament duke u kujdesur për mbesat, Klara ndjeu se territori I saj po pushtohej. U shfaq pa lajmëruar një të shtunë në mëngjes, duke përdorur çelësin që Artani ja kishte dhënë vite më parë për emergjenca. Hyri në salon dhe gjeti Marinën duke ndihmuar vajzat të montonin një puzle gjigant në 2 sheme. Përballja ishte e menjëhershme. Klara kërkoi të dinte kush ishte ajo grua dhe çfarë po bënte aty. Trenjaket u tensionuan, Elena u ngrit instinktivisht duke u vendosur mes Marinës dhe tezes. Artani, që ishte në zyrë, dëgjoi zërat e lartë dhe erdhi të shihte se çfarë po ndodhte. Klara nuk priti shpjegime. Filloi të sulmonte Marinën drejt për drejt, duke thënë se e dinte shumë mirë kush ishte ajo, gruaja e refuzuar në altar, ajo që u poshtërua publikisht sepse nuk mund të bënte fëmijë. Fjalët e saj ishin mizore, të llogaritura për të lënduar. Tha se dikush me reputacion të njollosur nuk duhej të rriste trashëgimtarët e një familjeje të respektuar, se kjo ishte e papërshtatshme, madje e rrezikshme. Marina u zbe. Plagët që kishin filluar të shëroheshin u hapën përsëri me dhunë. Ajo u përpoq të fliste, të mbrojej, por fjalët nuk I dilnin. Ishte Elena që reagoi. Vajza 8 vjeçare u vendos përballë Marinës dhe I tha tezes me një vendosmëri mbresëlënëse se ajo nuk dinte asgjë, se Marina kujdesej për to më mirë se kushdo tjetër që kur nëna ishte larguar, se ajo I dëgjonte kur qanin. I përqafonte kur kishin frikë, qëndronte kur ato kishin nevojë. Besa dhe Jona I u bashkuan motrës duke formuar një barierë mbrojtëse rreth Marinës. Klara mbeti e shokuar. Kur nuk I kishte parë mbesat kaq të bashkuara, kaq mbrojtëse. Artani ndërhyrja atëherë I kërkoi Klarës të shkonte me të në zyrë. Diskutimi që pasoi ishte I nxehtë, por Artani ishte I prerë. Tha se Marina ishte aty sepse ai kishte vendosur kështu, se ajo po bënte një punë të jashtëzakonshme me vajzat dhe se opinioni I qytetit nuk I interesonte as pak. Klara doli e zemëruar, duke premtuar se kjo nuk do të mbetej me kaq. Kërcënoi se do të kërkonte avokat, shërbimin social, çdo instancë që mund të përdorte për ta larguar Marinën nga aty. Për të, nuk ishte çështje e mirëqenies së mbesave, ishte çështje kontrolli, pushteti, mbajtjes së ndikimit të saj në familje. Pasi Klara iku, Marina u mbyll në dhomë. Ishte e tronditur, fjalët e tezes së vajzave I kumbonin në kokë, duke I sjellë përsëri gjithë turpin e ditës së dasmës. Ndoshta Klara kishte të drejtë, mendoi. Ndoshta ajo me të vërtet nuk duhej të ishte aty, ndoshta prania e saj vetëm sillte probleme. Ishte Artani që trokiti në derë disa orë më vonë. Marina hapi, syt e kuq nga të qarat. Ai hyri dhe u ul në koltukun pranë dritares, duke mbajtur distancë respektuese.
Tha se e kuptonte nëse ajo donte të largohej, se nuk do ta gjykonte, se e dinte që e gjithë kjo ishte shumë e vështirë. Por pastaj tregoi diçka që ndryshoi gjithçka. Artani zbuloi se atë javë, për herë të parë në 3 vjet, Elena kishte fjetur gjithë natën pa u zgjuar për të shkuar në dhomën e vjetër të nënës. Se Besa kishte kaluar 4 netë rresht pa makthe. Se Jona kishte filluar të vizatonte gjëra nga bota reale, jo vetëm fantazi aratisjeje. Tha se shite vajzat duke qeshur me të vërtet, jo atë të qeshurën e detyruar dhe të edukuar që u paraqisnin vizitorëve. I shite ato duke qenë përsëri fëmijë. Dhe atëherë bëri diçka krejtësisht të papritur. U gjunjëzua përballë Marinës dhe i kapi duar. Tha se nuk donte që ajo të qëndronte nga detyrimi, nga mëshira, apo sepse nuk kishte ku të shkonte. Donte që ajo të qëndronte sepse ajo shtëpi kishte nevojë për të, sepse vajzat kishin nevojë për të, sepse ai vetë po mësonte të ishte një baba më i mirë vetëm duke vëzhguar se si ajo ndërvepronte me vajzat. Artani atëherë bëri një propozim. Jo si kontratë pune, jo si një marrëveshje e përkohshme. Ai i kërkoi Marinës të martoheshin. Një martesë e vërtet, zyrtare, që do t'i jepte asaj jo vetëm mbrojtjen ligjore kundër njerëzve si Klara, por edhe pohimin publik se ajo ishte pjesë e asaj familjeje, jo një e huaj e përkohshme. Nëse do të ishit në vendin e Marinës, do ta pranonit propozimin e martesës së Artanit apo do ta refuzonit për të mos u ndier edhe më e cenueshme? Na tregoni në komente. Marina mbeti në heshtje për minuta të tëra. Shikoi atë burr të gjunjëzuar përballë saj, një burr që kishte gjithçka materialisht por që mbante po aq dhimbje sa ajo. Mendoi për 3 vajzat që, në pak javë, kishin gjetur një vend në zemrën e saj. Mendoi se si ndihej e dobishme aty, e nevojshme, pjesë e diçkaje më të madhe se dhimbja e saj. Por mendoi edhe për rreziqet. Po sikur të shkonte keq? Po sikur Artani të ndryshonte mendje? Po sikur vajzat ta refuzonin përfundimisht? Po sikur ajo të mos ishte kur mjaftueshëm e mirë për të zëvendësuar nënën që ato kishin humbur? Frikërat ishin të shumta, ishin reale, ishin të justifikuara. Artani e vuri re hezitimin dhe shtoi diçka vendimtare. Tha se nuk priste që ajo të zëvendësonte askënd, se gruaja që kishte humbur do të kishte gjithmonë vendin e saj në kujtesën dhe zemrën e vajzave. Ajo që ai ofronte ishte shansi për të ndërtuar diçka të re, një lloj tjetër familjeje, e bazuar jo në zëvendësim, por në shtesë. Marina nuk kishte nevojë të fshinte të kaluarën për të qenë pjesë e së ardhmes. Ato fjalë ishin ato që Marina kishte nevojë të dëgjonte. Ajo kuptoi se nuk po thirrej për të zënë vendin e dikujt tjetër, por për të krijuar vendin e saj në atë histori. Me lot në sy, u përgjigj se po. Pranonte të martohej me të, jo nga dëshpërimi apo mungesa e opsioneve, por sepse sinqerisht donte të ishte aty, donte të ishte pjesë e asaj familjeje të lënduar dhe komplekse. Artani e përqafoi dhe për herë të parë që kur ishin njohur, pati ngrohtësi të vërtet në atë përqafim. Nuk ishte pasion i zjarrt, nuk ishte romancë telenovelash, por ishte lidhje e vërtet, ishte partneritet, ishte fillimi i diçkaje që mund të shndërrohej në dashuri me kohën. Trenjaket që po dëgjonin nga jashtë derës shpërthyen në britma gëzimi. Pushtuan dhomën duke kërcyer dhe qeshur, përqafuan Marinën dhe baban në një lëmsh krahësh dhe këmbësh, duke festuar sikur të ishin Krishtlindjet dhe ditëlindja në të njëjtën kohë. Në atë moment, të rëmujshëm dhe të lumtur në dyshemen e dhomës, ata ishin më në fund një familje. Përgatitjet për dasmën ishin diskrete por domethënëse. Artani nuk donte shfaqje dhe Marina definitivisht nuk donte të përsëriste cirkun që kishte qenë tentativa e saj e parë për t'u martuar. Vendosëm për një ceremoni të vogël, vetëm me familjar të afërt dhe miq të vërtet, në të njëjtën kishë të Zojë së bekuar ku gjithçka kishte filluar. Marina hezitoi kur Artani sugjeroi të njëjtën kishë. Kujtimet e asaj dite ishin ende të dhimbshme. Por ai argumentoi se ishte e rëndësishme të jepnin një kuptim të ri atij vendi, ta transformonin nga vend poshtërimi në vend fillimi të ri. Dhe Marina ra dakord duke kuptuar se ai kishte të drejtë. Në ditën e dasmës, 3 muaj pas ditës fatale në altar, Marina hyri në kishë me një fustan të thjeshtë, ngjyrë fildishi, pa velo, pa bujë. Trenjaket hynin përpara, si shoqëruese, të veshura me fustane të njëjta në nuanca roz të çelët, duke buzëqeshur sinqerisht. Artani e priste në altar, nervoz por i lumtur, shumë ndryshe nga Ardiani atë ditë tjetër. Kur prifti e pyeti nëse e pranonte Marinën për grua, Artani u përgjigj me zë të vendosur dhe të qartë, duke e parë në sy.
Po, e pranonte. Përgjithmonë. Në gëzim dhe në hidhërim. Në pasuri dhe në varfëri. Marina përsëriti të njëjtat betime, këtë herë pa frikë, pa hezitim. Kur u shpallën burr e grua, kisha që muaj më parë kishte dëshmuar shkatërimin e saj, tani dëshmonte rindërtimin e saj. Të paktën të ftuar duartrokitën me entuziazëm. Trenjaket i përqafuan të dy me forcë. Dhe Marina ndjeu për herë të parë në muaj se ndoshta me të vërtet ishte e mundur të ishe përsëri e lumtur. Festa ishte e vogël në një restorant elegant të lagjes, vetëm për familjen dhe miqtë e afërt. Mungonte dukshëm Klara, e cila kishte refuzuar ftesën me një email të ftohtë dhe formal. Prindërit e Marinës ishin aty, të emocionuar, të lumtur që shihnin vajzën të buzëqeshte përsëri. Disa kolegë pune të Artanit morën pjesë, të impresionuar me transformimin që shihnin të shefi gjithmonë serioz dhe i largët. Gjatë darkës, Elena kërkoi fjalën. Vajza 8 vjeçare u ngrit, serioze si gjithmonë, dhe bëri një dolli që i la të gjithë të emocionuar. Tha se për një kohë të gjatë ato nuk kishin pasur një familje të plotë, se kishte një boshllëk që dhimbte çdo ditë. Por që Marina nuk u përpoq ta mbushte atë boshllëk duke u shtirur si dikush që nuk ishte. Në vend të kësaj, ajo solli dritë të mjaftueshme që ato të mund të shihnin përtej dhimbjes. Dhe se tani, më në fund, ato kishin përsëri një nën, ndryshe nga e para, por po aq e dashur. Nuk kishte sy të thatë në sallë. Marina e përqafoi Elenën me forcë, duke i përshpëritur falënderime që as ajo vetë nuk dinte t'i shprehte siç duhet. Artani vëzhgonte familjen e tij, të renë dhe atë që po rindërtohej, me një buzëqeshje që prej vitesh nuk i shfaqej në fytyrë. Kur u kthyen në shtëpi atë natë, tashmë si një familje zyrtarisht e krijuar, Marina kuptoi se apartamenti dukej ndryshe. Nuk kishte ndryshuar asgjë fizikisht, por energjikisht ishte një vend tjetër. Nuk ishte më shtëpia e biznesmenit milioner dhe vajzave të tij jetime. Ishte shtëpia e familjes Gashi, me të gjitha kompleksitetet, gëzimet dhe sfidat që kjo përfshinte. Por paqja do të zgjaste pak. Sepse në Tiranë, diku në qytet, Klara artikulonte lëvizjet e saj të ardhshme, e vendosur të provonte se ajo martesë ishte një farsë dhe se Marina nuk meritonte të ishte aty ku ishte. Dhe në anën tjetër të qytetit, në një apartament më të vogël dhe më modest, Ardiani lexonte për martesën e ishfejuar së tij me një biznesmen milioner dhe ndjente diçka që nuk arrinte ta emërtonte, një përzierje zemërimi. Zili dhe pendimi që e gërryente për brenda. Pjesët në tabelën e shahut po lëviznin dhe stuhi po formoheshin në horizon. Por për momentin, atë natë, Marina fjeti në paqe për herë të parë në muaj, me Artanin pranë saj dhe trenjaket që flinin të qeta në dhomat e tyre, të gjithë pjesë e diçkaje që, kundër të gjitha gjasave, po fillonte të dukej shumë si lumturi. Muajt pas dasmës sollën një rutinë që Marina kur nuk e kishte imagjinuar të jetonte. Zgjoi herët, përgatiste mëngjesin ndërsa Artani bëhej gati për punë, ndihmonte trenjaket me uniformat e shkollës, ndiqte detyrat e shtëpisë, organizonte agjendën e aktiviteteve jashtëshkollore. Ishte një jetë e vrullshme, plot kërkesa, por kishte një qëllim në çdo veprim, kishte kuptim në çdo moment. Artani filloi të vinte më herët në shtëpi, duke lënë mbledhjet më herët, duke refuzuar angazhime që më parë do t'i pranonte pa pyetur. Hante darkë me familjen çdo ditë, pyeste për ditën e vajzave, dëgjonte historikë që krijonte Jona, rishikonte detyrat e shkollës së Elenës, bisedonte për frikërat e besës. Po bëhej babai që gjithmonë kishte dashur të ishte, por kur nuk kishte ditur si. Marrëdhënia mes Marinës dhe Artanit gjithashtu evoluonte natyrshëm. Nuk pati një moment specifik pasioni kinematografik, por një ndërtim gradual intimiteti. Bisedat natën, pasi vajzat flinin, u bën momenti i preferuar i të dyve. U leshin në balkonin e xhambë, me qytetin e ndriçuar poshtë tyre, dhe bisedonin për gjithçka dhe asgjë. Artani fliste për sfidat e kompanisë, për vendime të vështira, për peshën e përgjegjësisë. Marina ndante pasiguritë e saj, frikërat se nuk ishte mjaftueshëm e mirë, habinë e saj kur zbuloi se ishte e aftë për kaq shumë dashuri për ato 3 vajza. Ishte në një nga këto net që Artani i kapi dorën Marinës për herë të parë në mënyrë të qëllimshme romantike, jo vetëm afektive. Tha se ajo kishte sjell diçka në jetën e tij që ai as nuk e dinte se i mungonte, një lehtësi që parat kur nuk mund ta blinin. Marina u përgjigj se ai kishte dhënë diçka po aq të vlefshme, një shans të dytë kur ajo mendonte se historia e saj kishte mbaruar. Puthja e parë erdhi natyrshëm, pa planifikim.
Ishin në kuzhinë vonë natën, Marina po përgatiste një çaj dhe Artani po merrte ujë në frigorifer. U përplasën me njëri tjetrin, qeshën me ngartësinë e tyre dhe pastaj thjesht ndodhi. Ishte e butë, madje e ndrojtur, si adoleshent që zbulojnë dashurinë për herë të parë. Kur u ndan, të dy buzëqeshën, një përzierje nervozizmi dhe sigurie. Por ndërsa jeta brenda apartamentit lulëzonte, kërcënimet e jashtme intensifikoheshin. Klara nuk kishte hequr dorë nga planet e saj. Përdori kontaktet e saj në shoqërinë e lartë tiranase për të përhapur thashetheme për Marinën, insinuata për qëllimet e saj të vërteta. Sugjerime se ajo ishte një oportuniste që kishte mashtruar Artanin vetëm për të pasur akses në pasurinë e familjes. Komentet arritën në veshët e Artanit përmes kolegëve të punës, të cilët përmendnin atë që po dëgjonin në klubet ekskluzive dhe darkat bamirëse. Artani përpiqej ta mbronte Marinën nga këto thashetheme, por ishte e pamundur të kontrollohej plotësisht. Disa nëna të shkollës së vajzave filluan ta shikonin Marinën me dyshim, t'i largonin vajzat e tyre nga trenjaket, sikur njolla e njerëkës të mund të kontaminonte fëmijët e tyre. Trenjaket i vinin re ndryshime. Elena dëgjoi dy shoqe duke komentuar se nëna e saj e re ishte gruaja që askush nuk deshi të martohej. Besa u përfshi në një sherrë në shkollë kur një djalë u tall me familjen e saj. Jona filloi të kishte përsëri makthe, duke ëndërruar se Marina do të ikte dhe ato do të mbeteshin përsëri vetëm. Ishte atëherë që ndodhi diçka e papritur. Marina filloi të ndjente të përziera në mëngjes, një lodhje të vazhdueshme që nuk arrinte ta shpjegonte. Fillimisht mendoi se ishte stres, pesha emocionale e gjithçkaje që po përballej. Por kur simptomat vazhduan për javë të tëra, teto Liria, me mençurinë e saj të dikujt që kishte rritur 4 fëmijë, i sugjeroi diskretisht të shkonte te një mjek. Marina caktoi një takim me një ginekologe që teto Liria i kishte rekomanduar, doktoresha Flutura Koci, një profesioniste e respektuar dhe e njohur për diskrecionin e saj. Në klinikën elegante të doktoreshës Flutura, në një mëngjes me shi të qershorit, pas një serie analizash, Marina mori lajmin që do të ndryshonte gjithçka. Ishte 7 zënë. Rreth 8 javë. Diagnoza ishte e qartë, e pagabueshme. Gruaja që ishte etiketuar publikisht si e paaftë për të mbetur 7 zënë mbante një jetë brenda saj. Marina mbeti në shok absolut. Lotët filluan të binin edhe para se të arrinte ta përpunonte plotësisht informacionin. Doktoresha Flutura i kapi dorën me butësi, duke e pyetur nëse ishte gjithçka në rregull, nëse 7-zënia ishte e dëshiruar. Marina tundi kokën, duke u përpjekur të shpjegonte mes dënesave se nuk ishin lot trishtimi, por një përzierje komplekse lehtësimi, gëzimi, hakmarrjeje dhe frike. Ajo i tregoi mjekes gjithë historinë. Dasma e ndërprer, akuza publike për infertilitet, poshtërimi, etiketa që kishte mbajtur për muaj të tërë. Doktoresha Flutura dëgjoi gjithçka me vëmendje profesionale, por sytë e saj tregonin empati të sinqertë. Kur Marina mbaroi, mjekja tha diçka të rëndësishme. Shpjegoi se diagnozat e infertilitetit ishin komplekse, kërkonin analiza të shumta gjatë muajve dhe kur nuk do të bëheshin në mënyrë të lehtë apo të komunikoheshin në mënyrën siç kishte bërë Ardiani. Tha se, me shumë gjasa, gjithçka nuk kishte qenë veçse një gënjeshtër e qëllimshme, një justifikim mizor për të justifikuar një ndarje që ai nuk pati guximin ta bënte sinqerisht. Dhe se tani, me atë 7 zëni, Marina kishte provën konkrete se kishte qenë viktimë e një farse. Marina doli nga klinika në një gjendje transi. U ul në makinë në parking dhe qëndroi aty për minuta të tëra, vetëm duke përpunuar. Ishte 7 zënë. Do të kishte një fëmijë. Familja që po ndërtonte do të fitonte një antar tjetër. Trenjaket do të kishin një vëlla ose motër. Artani do të bëhej baba përsëri. Dhe ajo, Marina, që ishte quajtur me defekt, do t'i provonte gjithë botës se kjo ishte gënjeshtër. Por bashkë me gëzimin vinte edhe frika. Si do të reagonte Artani? Ai ishte martuar me të papritur më fëmijë, ishte rehat me familjen prej 4 antarësh që kishin formuar. Po sikur ai të mos donte? Po sikur të mendonte se ajo kishte mbetur 7 zënë me qëllim për ta lidhur? Pasigurit që Marina mendonte se i kishte tejkaluar u kthyen me forcë. Ajo vendosi të mos i tregonte me njëherë. Duhej të përpunonte, të planifikonte, të gjente momentin e duhur. Por të ruaj një sekret të atij kalibri u tregua më e vështirë se sa e kishte imagjinuar. Të përzierat e mëngjesit ishin gjithnjë e më intensive.
Lodhja e linte të raskapitur në mes të pasdites. Artani vuri re se diçka ishte ndryshe, e pyeti nëse ishte mirë, nëse kishte nevojë për diçka. Ishte Teto Liria ajo që, me mënyrën e saj amësore, e tërhoqi Marinën në një cep të kuzhinës një pasdite dhe i tha se e dinte. I kishte parë ato simptoma më parë, 4 herë të vetja. I tha se Marina duhej t'i tregonte Artanit se ishte e drejta e tij ta dinte, se të ruajë sekretin vetëm do të sillte më shumë komplikime. Marina ra dakord, e dinte se kujdestarja kishte të drejtë. Zgjodhi një të premte mbrëma, pasi vajzat kishin shkuar të flinin. Artani ishte në balkon, duke parë qytetin siç bënte shpesh pas ditësh të vështira pune. Marina ju bashkua atij, zemra i rrite aq fort sa ishte e sigurt se ai mund ta dëgjonte. Filloi duke treguar për simptomat që po ndjente, për vizitën te mjekja, për analizat. Artani u shqetësua menjëherë duke pyetur nëse ishte diçka serioze, nëse ishte e sëmurë. Marina tundi kokën dhe tha fjalët që ndryshuan gjithçka përsëri. Unë jam shtatzën, Artan. Po presim një fëmijë. Heshtja që pasoi dukej se zgjati një përjetësi. Artani mbeti plotësisht i palvizur duke përpunuar informacionin. Marina priti, frika i rritej me çdo sekond heshtjeje. Dhe atëherë Artani u kthye drejt saj dhe Marina pa lot në sytë e tij. Ai e përqafoi me një forcë që gati e rrëzoi, duke përsëritur se nuk e besonte, se ishte e pabesueshme, se ishte e mrekullueshme. Tha se kur nuk e kishte imagjinuar se do të bëhej baba përsëri, se mendonte se ai kapitull i jetës së tij ishte mbyllur, por se lajmi e bënte jashtëzakonisht të lumtur. Nuk kishte hezitim në zërin e tij, nuk kishte dyshim. Vetëm gëzim i pastër. Ata biseduan për orë të tëra atë natë. Artani bëri 1000 pyetje se si po ndihej ajo, çfarë i duhej, si mund të përgatiteshin. Foli se si do t'ua tregonin vajzave, për transformimin e një prej dhomave të miqve në dhomë foshnjeje, për gjithçka që do të duhej të siguronin. Ishte i emocionuar si një fëmijë në prag të krishtlindjeve. Por pastaj Marina solli në vëmendje diçka që e shqetësonte. Tha se ajo shtatzëni provonte përfundimisht se Ardiani kishte gënjur, se diagnoza që ai kishte cituar nuk kishte ekzistuar kurrë. Dhe se ajo kishte nevojë, për hir të drejtësisë, ta bënte këtë publike. Jo për hakmarrje, por që asnjë grua tjetër të mos shkatërrohej në të njëjtën mënyrë. Artani u bë serioz. E pyeti nëse ishte e sigurt, nëse ishte e përgatitur të rihapte ato plagë, të përballej përsëri me vëzhgimin publik. Marina tha se po, se duhej ta bënte këtë jo vetëm për veten, por për të gjitha gratë që akuzohen padrejtësisht, etiketohen, shkatërrohen nga burra shumë frikacak për të marrë përsipër zgjedhjet e tyre. Ata përpunuan një plan. Pas 2 javësh do të mbahej Gala e Biznesit të Tiranës, një event vjetor që mblidhte biznesmenët kryesor, ekzekutivët dhe figurat e shoqërisë së lartë tiranase. Artani gjithmonë merrte pjesë si sponsor. Ardiani, që punonte në një kompani të mesme, gjithashtu zakonisht ishte i pranishëm, duke krijuar kontakte dhe duke u përpjekur të fitonte klientë të rinj. Do të ishte skena e përsosur. Mjaftueshëm publike që e vërteta të përhapet shpejt, por mjaftueshëm e kontrolluar për të shmangur një cirk të plot mediatik. Marina do të ishte pranë Artanit, dukshëm shtatzën, dhe do të siguroheshin që informacioni të arrinte në veshët e duhur. 2 javët në vijim ishin të përgatitjes intensive. Marina u atregoi trenjakeve për shtatzënin në një drekë të dielën. Reagimet ishin pikërisht ato që priste. Elena u bë serioze fillimisht duke përpunuar informacionin, pastaj pyeti nëse kjo do të thoshte se Marina do të ikte apo do të qëndronte më pak me to, kur Marina e siguroi se jo, se do të kishte vend në zemër dhe kohë për të gjitha ato. Elena buzëqeshi sinqerisht dhe tha se gjithmonë kishte dashur një vëlla ose motër më të vogël. Besa shpërtheu në entuziazëm të menjëhershëm, tashmë duke bërë plane se si do t'i mësonte foshnjës të luante futboll dhe të ngiste biçikletën. Jona qëndroi e qetë për një moment, pastaj pyeti nëse mund ta zgjidhte emrin nëse do të ishte vajzë. Donte diçka nga një prej historive të saj, diçka magjike. Marina premtoi se do t'i konsideronin të gjitha sugjerimet. Lajmi i shtatzënisë doli para galas, siç pritej në një qytet ku thashë themet qarkullojnë më shpejt se informacionet zyrtare. Klara e mori vesh përmes një të njohure të përbashkët dhe u ndje sikur kishte marrë një grusht në stomak. Kjo i shkatëronte plotësisht planet e saj. Nuk mund ta sulmonte më Marinën si oportuniste të interesuar kur ajo po mbante një trashëgimtar legjitim të familjes Gashi.
por Klara nuk ishte nga ato që dorëzoheshin lehtë. Nëse nuk mund të sulmonte legjitimitetin e martesës, do të sulmonte karakterin. Filloi të përhapte një version të ri të historisë, duke insinuar se Marina kishte mbetur shtatzën me qëllim për t'u kapur pas Artanit, se ndoshta nuk ishte as fëmia i tij, se gjithçka ishte një kurth i mirë përpunuar. Insinuatat arritën në veshët e Artanit përmes një kushëriri të largët që telefonoi i shqetësuar. Artani u zemërua, jo me Marinën, por me Klarën. Vendosi se ishte koha të vendoste kufi përfundimtar. Caktoi një takim me Kunatën në zyrën e tij. Takimi ishte i tensionuar dhe përfundimtar. Artani e bëri të qartë se Klara nuk ishte më e mirë pritur në apartament, se vizitat e saj të mbesat do të duhej të caktoheshin paraprakisht dhe të mbikëqyreshin, dhe se çdo përpjekje e re për të shpifur për Marinën do të rezultonte në masa ligjore. Klara doli nga zyra e poshtëruar dhe e zemëruar, duke u betuar se kjo nuk do të mbetej me kaq. Më në fund erdhi nata e galas së biznesit. Eventi mbahej në sallën e madhe të një hoteli me 5 hyje në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Marina zgjodhi një fustan feste që theksonte delikatësisht barkun tashmë të dukshëm. Nuk u përpoq ta fshihte, përkundrazi, donte që të gjithë ta shihnin. Artani ishte pranë saj, krenar, mbrojtës. Kur hyn në sallë, kokat u kthyen. Pëshpërimat filluan menjëherë. Aty ishte gruaja e refuzuar në altar, tani e martuar me një nga biznesmenët më të suksesshëm të Tiranës, dukshëm shtatzën. Ardiani ishte në anën tjetër të sallës kur i pa të hynin. Ai ishte i shoqëruar nga Amela, një grua bionde dhe elegante me të cilën ishte martuar 6 muaj pasi kishte anuluar dasmën me Marinën. Amela ishte gjithashtu shtatzën, por ende në fillim barku praktikisht i padukshëm. Ardianit i ngriu gjaku kur pa Marinën. Takimi ishte i pashmangshëm. Në evente si ai, njerëzit qarkullojnë, përshëndeten, krijojnë kontakte. Ishte Amela ajo që, pa e ditur gjithë historinë, e tërhoqi Ardianin në drejtim të Artanit, duke dashur t'i prezantojë biznesmenit të njohur. Kur dy çiftet u gjendën përballë njëri tjetrit, ajri dukej se u rëndua. Artani e përshëndeti Ardianin me ftohtësi profesionale, Marina i bëri me kokë me edukat të largët. Amela, duke e ndjerë tensionin por pa e kuptuar origjinën, u përpoq të niste bisedë, duke komentuar për shtatzëninë e Marinës, duke pyetur sa muajshe ishte. Marina u përgjigj me qetësi, 5 muajshe, duke pritur për majin e vitit të ardhshëm. Amela komentoi me entuziazëm se edhe ajo ishte shtatzën, vetëm 2 muajshe, dhe sa e mrekullueshme ishte. Pastaj, pa keqdashje, pyeti nëse Marina kishte fëmijë të tjerë. Ishte Artani ai që u përgjigj, me një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Tha se Marina ishte njërka e 3 vajzave të tij, dhe se ky do të ishte fëmia i parë biologjik i saj. Dhe shtoi, duke e parë drejtë në sy Ardianin, se ishin informuar nga disa njerëz se Marina nuk mund të mbetej shtatzën, por se padyshim ai informacion ishte plotësisht i gabuar. Ardiani u zbe. Amela shikoi e hutuar nga burri i saj te Marina, duke filluar të bashkonte pjesët e historisë. Marina atëherë, me një qetësi që habiti edhe veten, tha se në fakt ishte informuar, në një moment shumë publik të jetës së saj, se ishte e paaftë të lindte fëmijë. Se ai informacion i rrem i kishte shkatëruar reputacionin dhe i kishte shkaktuar vuajtje të pamatshme. Por se shtatzënia aktuale provonte përfundimisht se gjithçka nuk kishte qenë veç se një gënjeshtër. Biseda po fillonte të tërhiqte vëmendje. Njerëzit përreth ndaluan së foluri për të dëgjuar. Ardiani u përpoq të largohej, por Marina nuk kishte mbaruar. Ajo shtoi, me zë të qartë që të gjithë ta dëgjonin, se kishte kërkuar mjekun që supozohej se kishte dhënë diagnozën, doktor Petrit Hoxhën, i cili ishte i pranishëm aty në event. Dhe se profesionisti i respektuar kishte konfirmuar se kur nuk e kishte ekzaminuar Marinën, kur nuk kishte dhënë një diagnozë të tillë, dhe kur nuk do të autorizonte që informacione mjekësore të zbuloheshin në mënyrën siç u bën. Në atë moment, doktor Petriti, që ishte pak metra larg, u kthye dhe konfirmoi me kokë, fytyra serioze. Tha me zë të lartë se në fakt kur nuk e kishte ekzaminuar atë zonjë dhe se emri i tij ishte përdorur në mënyrë të padrejtë në një situatë të mjerueshme. Se po konsideronte masa ligjore kundër kujtoi që kishte përdorur reputacionin e tij profesional për të mbuluar një gënjeshtër. Skandali ishte i plotë. Të gjithë përreth shikonin Ardianin me një përzierje shoku dhe mosmiratimi. Amela la të binte gota e shampanjes që mbante, copat u shpërndan në dyshemen e mermer.
Ajo shikoi burrin e saj me tmerr, duke kuptuar se ai kishte shkatëruar publikisht një grua tjetër me një gënjeshtër të përpunuar. Ardiani u përpoq të mbrojë, duke belbëzuar shpjegime jo koherente, por fjalët dilnin pa kuptim. U përpoq të thoshte se kishte pasur një keq kuptim, se ndoshta një mjek tjetër, se informacioni ishte përcjell nga të tredhë. Por askush nuk po e besonte historinë. E vërteta ishte e dukshme për të gjithë aty. Amela u kthye dhe doli nga salla, lotët i rridhnin në fytyrë. Ardiani shkoi pas saj, por para se të dilte shikoi për herë të fundit Marinën. Nuk kishte zemërim në atë shikim, vetëm turpin e dikujt që ishte ekspozuar për atë që ishte në të vërtetë, një frikacak që kishte shkatëruar një person të pafajshëm për të fshehur dobësinë e tij. Pasi ata dolën, salla shpërtheu në biseda. Por toni kishte ndryshuar plotësisht. Njerëzit që më parë e shikonin Marinën me dyshim apo mëshirë tani e shihnin me respekt, si dikë që kishte përballuar një padrejtësi të tmerrshme dhe kishte dalë më e fortë. Artani mbajti krahun rreth belit të saj, krenar, mbrojtës. Ata nuk qëndruan shumë më gjatë në event, tashmë kishin bërë atë që kishin ardhur të bënin. E vërteta ishte ekspozuar, gënjeshtra e demaskuar, drejtësia e vënë në vend. Dolën nga hoteli dhe hynë në makinë, ku më në fund Marina lejoi që lotët të binin. Por nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot lehtësimi, çlirimi, mbylljeje. Artani nga u makinën në heshtje deri në shtëpi, duke i dhënë asaj hapësirën për të përpunuar gjithçka. Kur arritën në apartament, trenjaket ishin ende zgjuar, duke pritur me padurim të dinin si kishte shkuar. Teto Liria i kishte mbajtur të argëtuara me filma dhe kokoshka, por vajzat ishin te dritarja duke vëzhguar ardhjen e prindërve. Marina u tregoi atyre, në një version të përshtatur për fëmijë, se e vërteta ishte zbuluar, se gënjeshtrat për të ishin shpërbër. Elena e përqafoi Marinën me forcë, duke thënë se gjithmonë e kishte ditur se gjithçka ishte gënjeshtër. Besa deklaroi se Ardiani ishte një idiot, fjalë që i solli një qortim të butë nga Artani, por që i bëri të gjithë të qeshnin. Jona pyeti nëse tani Marina ishte e lumtur me të vërtetë, dhe ajo u përgjigj se po, se ishte. Atë natë, pasi vajzat më në fund shkuan të flinin, Artani dhe Marina qëndruan në balkon duke parë dritat e Tiranës. Ajo i vuri dorën e tij mbi barkun e saj, ku një jetë e vogël dhe e çmuar rritej. Ai i puthi ballin dhe i tha se ishte njeriu më me fat në botë, jo për shkak të parave apo suksesit, por sepse e kishte gjetur atë, dhe së bashku po ndërtonin diçka që asnjë pasuri nuk mund ta blinte, një familje të vërtetë. Dhe aty, në maj të një qiell gërvishtësi. Në qytetin më të madh të Shqipërisë, dy njerëz që ishin thyer nga e kaluara shikonin të ardhmen me shpresë të ri për të rirë, duke e ditur se kapitujt më të mirë të historive të tyre ende ishin për të ardhur. Muajt pas galas ishin të një transformimi të plot në jetën e familjes Gashi. Lajmi i përballjes mes Marinës dhe Ardianit u përhap shpejt në qarqet shoqërore të Tiranës. Opinionet u ndanë, siç ndodh gjithmonë, por shumica e njerëzve me ndjenjë drejtësie e njohën guximin e Marinës në ekspozimin e një gënjeshtre kaq mizore. Amela kërkoi divorcin nga Ardiani 2 javë pas eventit. Zbuloi se ai kishte filluar lidhjen me të, ndërsa ishte ende i fejuar me Marinën, duke konfirmuar dyshimin se gënjeshtra për infertilitetin kishte qenë vetëm një justifikim i përshtatshëm për të mbuluar një tradhti. Reputacioni i Ardianit në mjedisin e biznesit u njollos, shumë klient anuluan kontratat dhe ai përfundoi duke u larguar nga Tirana, duke u transferuar në një qytet tjetër për të provuar të rindërtonte jetën larg shikimeve gjykuese. Klara, pas kërcënimeve të Artanit, i zvogëloi ndjeshëm sulmet e saj. Vazhdoi të ishte e hidhëruar, por kishte mësuar se kishte kufi që nuk mund t'i kalonte pa pasoja serioze. Vizitat të mbesat u bën të rralla dhe sipërfaqësore, më shumë për detyrim social se sa për afeksion të sinqertë. Ndërkohë, brenda apartamentit, jeta ndiqte kursin e saj natyral dhe kaotik. Shtatzënia e Marinës përparonte pa komplikime. Barku rritej çdo muaj dhe me të rritej edhe entuziazmi i trenjakeve. Elena kishte marrë rolin e konsulentes zyrtare të emrave, duke krijuar lista të gjata dhe të organizuara me opsione për djalë dhe vajzë. Besa tashmë planifikonte se çfarë sportesh do t'i mësonte foshnjës, duke këmbëngulur se futbolli do të ishte thelbësor. Jona vizatonte dhomën e foshnjës në fletoret e saj, me detaje fantastike kështjellash dhe yjesh. Artani transformoi një nga dhomat e miqve në një dhomë foshnjeje të denjë për revistat e dekorit. Punsoi një disenjatore të specializuar, por la Marinën dhe vajzat të merrnin të gjitha vendimet e rëndësishme për ngjyrat, mobiljet dhe dekorimin.
Rezultati ishte një hapësirë e bukur dhe mikpritse, me nuanca të buta jeshile mente dhe të bardhë, re të pikturuara në tavan dhe një karusel artizanal që Jona Këmbënguli ta bënte me ndihmën e nënës. Në një pasdite dhjetori, gjatë ekografisë morfologjike, Marina dhe Artani zbuluan se do të ishte djalë. Vajzat shpërthyen në gëzim kur e morën vesh. Elena tha se tani familja ishte e ekuilibruar, 4 vajza dhe 2 djem. Besa festoi duke thënë se do të kishte një partner për të luajtur top. Jona deklaroi se emri duhej të ishte Pjetër, si princi i një prej historive të saj të preferuara. Dhe kështu u vendos, Pjetër Gashi do të ishte emri i anëtarit të ri të familjes. Shtatzënia gjithashtu i afroi edhe më shumë Marinën dhe Artanin. Ai ishte i pranishëm në të gjitha vizitat mjekësore, lexonte libra për atësinë me përkushtimin e dikujt që studion për një provim të rëndësishëm, montonte krevatin e foshnjës me duart e veta edhe pse kishte punonjës që mund ta bënin këtë. Donte të merrte pjesë në gjithçka, të mos humbiste asnjë moment. Një natë, tashmë në muajin e 8 të shtatzënisë, ndërsa Marina dhe Artani ishin shtrirë në krevat, ai me dorën mbi barkun e saj duke ndier goditjet e foshnjës, ai bëri një rrëfim. Tha se kur ishte martuar me gruan e parë, nuk ishte emocionalisht i përgatitur për të qenë baba. Ishte befasuar nga lajmi i trenjakeve, kishte hyrë në panik nga përgjegjësia, kishte punuar shumë për të ikur frikës së dështimit. Dhe kur ajo vdiq, ai u ndje fajtor që nuk kishte shijuar çdo moment, që kishte lënë punën të konsumonte kohën që duhej t'ia kishte kushtuar familjes. Por tani, tha ai, ishte ndryshe. Ai ishte i pranishëm, i vetëdijshëm, mirënjohës. Dhe e gjithë kjo fal Marinës që i kishte mësuar atë që me të vërtet kishte rëndësi në jetë. Marina qau, siç qante për çdo gjë në ato ditë hormonesh të ndjeshme, por ishin lot lumturie të pastër. Lindja e Pjetrit ndodhi në një natë me shi të majit, 3 ditë para datës së parashikuar. Marina filloi të ndjente kontraktimet gjatë darkës, u përpoq t'i fshihte për të mos trembur vajzat, por Artani e kuptoi menjëherë. Telefonoi Teto Lirin të vinte të qëndronte me trenjaket dhe e çoi Marinën me nxitim në spital. Vajzat qëndruan zgjuar pavarësisht orës së vonë, të paduruara, duke kërkuar lajme çdo 10 minuta. Teto Liria përpiqej t'i qetësonte, por ajo vet ishte nervoze, duke u lutur me zë të ulët ndërsa bënte çaj që askush nuk e pinte. Në spital, gjithçka ndodhi shpejt. Lindja ishte intensive, por pa komplikime. Artani qëndroi pranë Marinës gjatë gjithë kohës, duke i mbajtur dorën, duke i fshirë djersën, duke i përsëritur fjalë inkurajimi. Kur më në fund Pjetri lindi, me një të qartë të fortë dhe të shëndetshme, mjeku ja vuri në prerë Marinës, dhe ajo ndjeu një val emocioni aq intensive sa mendoi se zemra do t'i shpërthente. Artani qau hapur kur pa djalin e tij. Përqafoi Marinën dhe foshnjën, duke e falënderuar atë për atë dhuratë, për atë shans të dytë për të qenë baba, për të bërë siç duhet atë që ndjente se kishte dështuar më parë. Foshnja kishte sy të errët, një push flokësh kafe dhe një të qarë që dukej se ishte në gjendje të zgjonte gjithë spitalin. Kur më në fund mundën të merrenin vizita, trenjaket pushtuan dhomën si një stuj emocionesh. Elena mbante një buqet me lule që e kishte zgjedhur vetë në lulishten e spitalit. Besa sillte një arush pelushi gjigant. Jona mbante një vizatim që kishte bërë të vëllait, çuditërisht i ngjashëm me foshnjën e vërtetë. Vajzat u grumbulluan rreth Marinës në krevatin e spitalit, duke dashur ta shihnin vëllain më nga afër. Pjetri flinte i qetë, i pavetëdijshëm për zhurmën rreth tij. Marina la secilën prej tyre ta mbante foshnjën për disa çaste, të mbikëqyrura nga afër prej saj dhe Artanit. Elena e mbajti me një seriozitet prekës, sikur të mbante diçka me vlerë të paçmuar. Besa mbeti pa fjalë për herë të parë në jetë, vetëm duke parë e mahnitur. Jona këndoi me zë të ulët një ninull që e kishte shpikur posaçërisht për vëllain. Në atë dhomë spitali, me dritat e buta të agimit që hynin nga dritarja dhe shiun që trokiste në xham, familja Gashi ishte e plodhë. Nuk ishin një familje tradicionale, nuk kishin të njëjtin gjak që u rrifte në vena të gjithëve, por ishin të bashkuar nga diçka më e fortë se gjenetika, dashuria e zgjedhur, e ndërtuar ditë pas dite, tull pas tulle. Muajt e parë me Pjetrin në shtëpi ishin sfidues siç janë për çdo familje me një të porsalindur. Netët pa gjumë, ndërrimet e pafundme të pelenave, të qarat që ndonjëherë dukeshin pa arsye. Por kishte gëzim në çdo moment, edhe në ato më të lodhshme. Trenjaket ndihmonin si mundnin, duke marrë pelena, duke bërë mimika që foshnja të qeshte, duke kënduar që ai të flinte.
Artani mori përsipër një pjesë të detyrave të natës, duke këmbëngulur që Marina të pushonte kur ishte e mundur. Ai ndëronte Pelena, jepte qumësht me biberon natën, e përkundte djalin për ta vënë përsëri në gjumë. Ishte babai që gjithmonë kishte dashur të ishte dhe tani më në fund ja dilte. Pietri rritej shpejt, si të gjitha foshnjat. Buzëqeshja e parë erdhi në 6 javë, duke shkaktuar britma gëzimi nga motrat. Dhëmbi i parë doli në 5 muaj, duke shkaktuar net të vështira por edhe festime. Hapat e parë erdhen në 10 muaj, të inkurajuar nga trenjakët që uleshin në dysheme duke formuar një rreth inkurajimi. Ndërsa Pietri rritej, trenjakët gjithashtu ndryshonin. Elena, me ardhjen e vëllait dhe duke parë Marinën të merrte natyrshëm rolin e kujdestares kryesore, më në fund arriti të lëshonte kontrollin e tepruar që mbante mbi gjithçka. U kthye të ishte fëmijë, të luante pa faj, të qeshte pa peshën e përgjegjësisë mbi supe. Notat e saj në shkollë vazhdonin të ishin pa të meta, por tani ajo dinte edhe të argëtohej. Besa, me dikë për të kujdesur që ishte edhe më i cenueshëm se ajo, gjeti një qëllim për gjithë atë energji shpërthyese. U bë mbrojtësja zyrtare e vëllait, duke larguar çdo rrezik imagjinar, duke e mbrojtur atë me egërsinë e një luaneshe. Shpërthimet e zemërimit u zvogëluan në mënyrë drastike, të zëvendësuara nga një përkushtim prekës ndaj Pietrit të vogël. Jona vazhdoi në botën e saj të fantazive, por tani përfshinte vëllain në historitë e saj. Pietri ishte princi në përrallat e saj, heroi i aventurave të saj imagjinare. Dhe kur u rrit pak, ai adhuronte të dëgjonte historitë e përpunuara që motra krijonte, sytë e tij të zgurdulluar nga magjepsia. Vitet kaluan në një ritëm që dukej njëkohësisht i shpejtë dhe i ngadaltë. I shpejtë kur shikonin prapa dhe kuptonin sa ishin rritur fëmijët. I ngadaltë kur jetonin çdo ditë, çdo moment të çmuar. Trenjaket u rritën dhe secila ndoqi rrugën e saj natyrale. Elena, gjithmonë më studiuesja dhe e organizuara, u diplomua për administrim biznesi dhe filloi të punonte në kompaninë e babait, duke treguar talent natyral për biznesin dhe leadershipin. Por ndryshe nga babai në rinin e tij, ajo dinte të ekuilibronte punën dhe jetën personale, kishte mësuar nga gabimet që pothuajse shkatëruan familjen. Besa gjeti thirrjen e saj në punën sociale. U diplomua për punë sociale dhe shkoi të punonte në një ONG që ndihmonte fëmijët në situatë të vështirë në periferitë e Tiranës. Kanalizoi gjithë atë energji shpërthyese për të luftuar për drejtësi sociale, për t'u dhënë za atyre që nuk kishin. Artani u habit në fillim, por ishte jashtëzakonisht krenar kur kuptoi pasionin e sinqertë të vajzës për atë kauzë. Jona, pa surprizë për askënd, ndoqi karrierën artistike. U diplomua për arte vizuale dhe u bë ilustruese e librave për fëmijë, duke sjellë në letër historitë fantastike që gjithmonë kishte krijuar në mendjen e saj. Librat e saj kishin sukses jo vetëm mes fëmijëve, por edhe mes të rriturve që kërkonin të rigjenin magjinë e fëmijërisë. Pietri u rriti rrethuar nga dashuria e 4 nënave, sepse motrat gjithmonë e shihnin veten si përgjegjëse për të. U bë një djalë i gëzuar, kreativ, i sjellshëm. Kishte pak nga secila motër në personalitetin e tij, inteligjencën dhe organizimin e Elenës, pasionin dhe energjinë e Besës, kreativitetin dhe ndjeshmërinë e Jonës. Dhe mbante gjithashtu shumë nga prindërit, vendosmërinë e Artanit, empatinë e Marinës. Artani dhe Marina u plakën së bashku, jo në mënyrën siç e përshkruajnë përrallat, por në mënyrën reale dhe të vërtetë. Patën momente tensioni, diskutime për financat dhe edukimin e fëmijëve, ditë kur ishin shumë të lodhur për të treguar afeksion. Por gjithmonë ktheheshin te njëri tjetri, gjithmonë kujtonin stolin e kishës ku gjithçka kishte filluar, gjithmonë falënderonin për shansin e dytë që jeta u kishte dhënë. Apartamenti, që dikur kishte qenë një hapësirë luksoze por bosh emocionalisht, u transformua në një shtëpi të vërtetë. Muret tani ishin plot me foto familjare, vizatime të fëmijëve të kornizuara, kujtime udhëtimesh dhe momentesh të veçanta. Nuk ishte më vetëm një adresë prestigjioze, ishte zemra e një familjeje që ishte rindërtuar kundër të gjitha gjasave. 20 vjet kishin kaluar që nga ajo ditë fatale në kishë. Marina tani ishte 46 vjeç, Artani 62. Trenjaket ishin gra të rritura dhe të suksesshme, Pietri ishte një i ri 19 vjeçar që studionte për inxhinieri. Familja ishte rritur me dhëndur, nuse dhe madje 2 nipër, fryti i martesës së Elenës. Në një pasdite të shtune, Marina ishte në balkonin e apartamentit, atë të njëjtin balkon ku ishin zhvilluar kaq shumë biseda të rëndësishme gjatë viteve.
Vëzhgonte qytetin që kishte ndryshuar kaq shumë, por vazhdonte të ishte e njëjta tiranë kaotike dhe magjepsëse. Artani ishte pranë saj, flokët tani plotësisht të thinjur, qëndrimi më pak i drejtë se më parë, por shikimi ende plot jetë. Cingëroi interkomi, duke ndërprer momentin e qetë. Ishte portieri, duke thënë se kishte një të re që donte të fliste posaçërisht me Marinën. Nuk ishte dikush nga familja, as shoqe e afërt. Thoshte vetëm se duhej të fliste me zonjën që një ditë ishte refuzuar në altar dhe që kishte rindërtuar jetën e saj. Marina u habi. Ajo histori ishte e kaq shumë kohë më parë, megjithse kur nuk ishte harruar plotësisht. Her pas here ende shfaqej në artikuj për tejkalimin, në postime rrjetesh sociale për fillimet e reja. Por ishte e rrallë që dikush t'i trokiste në derë për këtë. Ajo i kërkoi portierit ta lejonte të ren të ngjitej. Disa minuta më vonë, ashensori u hap direkt në hollin e apartamentit dhe një vajzë rreth 25 vjeçare doli. Ishte me sy të kuq nga të qarat, fytyra e ënjtur, rrobat e zhubravitura. Mbante një dhimbje kaq të prekshme sa Marina e njohu menjëherë. E reja u prezantua si Kamila. Tha se kishte lexuar për historinë e Marinës vite më parë, e kishte mbajtur mend emrin dhe tani, në momentin më të errët të jetës së saj, kishte vendosur ta kërkonte. Tregoi atëherë historinë e saj, mes dënesave dhe fjalëve të ndërprera. Ishte lënë nga i fejuari 3 ditë para. Dasmës, jo në altar, por pothuajse. Ai kishte thënë se ajo nuk ishte mjaftueshëm e sofistikuar, se vinte nga një familje shumë e varfër, se ai meritonte dikë më të mirë. E kishte bërë këtë përballë familjes së saj, duke poshtëruar jo vetëm Kamilën, por edhe prindërit e saj që kishin punuar fort gjithë jetën për t'i dhënë vajzës një arsim të denjë. Kamila tha se nuk shite më kuptim në asgjë, se turpi ishte shumë i madh, se nuk dinte si të vazhdonte përpara. Kishte ardhur aty sepse kujtonte vagullisht historinë e Marinës dhe kishte menduar se ndoshta ajo e kuptonte, ndoshta kishte ndonjë përgjigje. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Njohu të ajo e re veten e saj 20 vjet më parë, të shkatëruar, pa shpresë, duke menduar se jeta kishte mbaruar. I kërkoi Kamilës të ulej, i shërbeu një çaj që teto liria, ende duke punuar në shtëpi në moshën 70 vjeçare, e përgatiti shpejt. Pastaj Marina filloi të fliste. Nuk dha këshilla boshe se koha shëron gjithçka apo se ka peshë të tjerë në det. Në vend të kësaj, tregoi historinë e saj me detaje që kur nuk i kishte ndarë publikisht. Foli për dhimbjen, për netët pa gjumë, për turpin që dukej fizik. Por foli edhe për zgjedhjen për të pranuar ndihmën e një të huaj, për guximin për të filluar nga e para edhe me frikë, për rindërtimin e ngadaltë të vetbesimit. Tregoni fotot në mure. Tregoi trenjaket, tani gra të rritura dhe të realizuara, që një ditë ishin fëmijë të lënduar që dyshonin tek ajo. Tregoi Pietrin, djalin e saj që provoi se gënjeshtrat e thëna për të ishin të rreme. Tregoi nipërit duke luajtur në kopshtin e varur të ndërtesës. Tregoi Artanin, burrin e saj prej 20 vjetësh, që e kishte zgjedhur jo nga mëshira, por sepse njohu tek ajo forcën që ajo vetë ende nuk e dinte se e posedonte. Marina i tha Kamilës se dhimbja që ajo ndjente tani ishte reale, e vlefshme, dhe se askush nuk kishte të drejtë ta minimizonte. Por se ajo dhimbje nuk e përcaktonte se kush ishte ajo. Se të refuzoheshe nga dikush nuk do të thoshte të ishe e refuzueshme. Se ndonjëherë gjërat më të këqija që na ndodhin janë në të vërtetë ridrejtime drejt diçkaje më të mirë. Shpjegoi se edhe ajo kishte menduar se jeta e saj kishte mbaruar në atë stolkishe, por në të vërtetë aty filloi jeta e saj e vërtetë. Jo sepse gjeti një princ të kaltër që e shpëtoi, por sepse u detyrua të zbulonte një forcë të brendshme që nuk e dinte se e posedonte. Sepse mësoi se identiteti i saj nuk ishte i lidhur me të qenit apo jo grua e dikujt, me të qenit apo jo nën biologjike. Identiteti i saj ishte në zgjedhjet e saj, në aftësinë e saj për të dashur, në qëndrueshmërinë e saj. Kamila dëgjonte me vëmendje, lotët ende i binin, por tani të përzier me diçka që dukej si shpresë. Marina atëherë ofroi ndihmë praktike. Tha se nëse Kamila kishte nevojë për një vend ku të qëndronte për disa ditë, larg shikimeve gjykuese, shtëpia kishte dhoma me tepri. Nëse kishte nevojë për një rekomandim për një terapist, ajo kishte kontakte. Nëse kishte nevojë vetëm për dikë me të cilin të bisedonte, ajo do të ishte e disponueshme. Nuk ishte bamirësi, e bëri të qartë Marina. Ishte përcjellja e diçkaje që i ishte dhënë kur kishte më shumë nevojë, një shans i dytë, një votë besimi, një dorë e shtrirë në momentin më të errët.
Dhe tani ajo kishte privilegjin të mund të bënte të njëjtën gjë për Dig. Kamila pranoi të qëndronte disa ditë. Atë javë, Marina e prezantoi me vajzat, të cilat ndan historitë e tyre të tejkalimit. Besa foli për kanalizimin e dhimbjes në diçka produktive, duke treguar punën që bënte në ujq. Elena ndau se si kishte mësuar të mos e përcaktonte vlerën e saj nga ajo që mendonin të tjerët për të. Jona tregoi se si arti mund të jetë një formë përpunimi të emocioneve të vështira. Pietri, që ishte me pushime nga fakulteti, bisedoi me Kamilën për presionin social, për pritshmëritë, për gjetjen e rrugës së vet Artani në një bisedë gjatë darkës. Foli se si pothuajse humbi gjithçka sepse ishte i përqendruar në gjërat e gabuara, dhe se si Marina i kishte mësuar atë që me të vërtet kishte rëndësi. 2 javë më vonë, Kamila u largua nga apartamenti. Ishte ndryshe, jo e shëruar plotësisht sepse plagë të tilla duan kohë, por shpresë plot. Kishte një plan, do të kthehej në fakultetin që e kishte lënë kur filloi të planifikonte dasmën, do të kërkonte ndihmë terapeutike, do të rindërtonte marrëdhëniet me familjen nga e cila ishte larguar. Falenderoi Marinën me një përqafim të fortë, duke thënë se ajo fjalë për fjalë i kishte shpëtuar jetën. Pasi Kamila iku, Marina qëndroi përsëri në balkon duke parë qytetin. Artani ju bashkua, siç bënte gjithmonë. Komentoi se ajo kishte një dhunti të veçantë për të ndihmuar njerëzit e lënduar, ndoshta sepse e dinte saktësisht se si ishte të ishe në vendin e tyre. Marina u përgjigj se nuk ishte dhunti, ishte përgjegjësi. Tha se kur marrim ndihmë në momentet më të errëta, krijojmë një borxh jo me atë që na ndihmoi, por me universin. Dhe e paguajmë këtë borxh duke ndihmuar personin tjetër që e gjejmë në errësirë. Ata qëndruan aty në heshtje të rehatshme, duke parë diellin të perëndonte mbi Tiranë. Qyteti vazhdonte i njëjtë, kaotik, i zhurmshëm, plot histori dhimbjeje dhe tejkalimi që ndodhnin njëkohësisht në çdo cep. Por për Marinën, çdo dritë që ndizej në ato ndërtesa përfaqësonte një mundësi, një histori ende të pashkruar, një të ardhme ende të papërcaktuar. Mendoi se si jeta e saj mund të kishte qenë ndryshe. Sikur Ardiani të mos kishte gënjur, do të ishte martuar me të, me siguri do të ishte e mirë në një marrëdhënie pa dashuri të vërtet, kur nuk do të njihte Artanin, kur nuk do të ishte nën e trenjakeve, kur nuk do të kishte Pietrin. Poshtërimi që dukej si fundi i botës në atë kohë ishte, në të vërtetë, portali drejt një jete që ajo as nuk e dinte se ishte e mundur. As parat, as luksi i apartamentit, as statusi i të qenit grua e një biznesmeni të suksesshëm nuk e përcaktonin lumturinë e saj. Ajo që kishte rëndësi ishin përqafimet e forta të vajzave kur vinin për drek të dielave, të qeshurat e Pietrit duke treguar histori nga fakulteti, nipërit që i kërkonin gjyshes të tregonte përsëri historinë se si e njohu gjyshin. Shikimet bashkëpunuese që shkëmbente me Artanin pas kaq shumë vitesh bashkë. Kishin rëndësi gjërat e vogla që kishin ndërtuar gjatë viteve, traditat familjare që kishin krijuar, si darkat e së premtes ku të gjithë mblidheshin detyrimisht, udhëtimet vjetore në plazh, festat e ditëlindjeve të zhurmshme dhe plot jetë. Bisedat e thella në agim kur dikush kishte nevojë të shfryhej. Historia e Marinës nuk ishte për një grua të refuzuar që gjeti një burr të pasur dhe jetoi e lumtur përgjithmonë. Ishte për një grua që u shkatërrua dhe zgjodhi të rindërtohej. Që u etiketua dhe refuzoi ta pranonte etiketën. Që u thye dhe u rib në diçka më të fortë. Dhe në proces ndihmoi të shëronte njerëz të tjerë të thyer, duke krijuar një familje që nuk do të ekzistonte pa dhimbjen që të gjithë kaluan. Ndërsa rrezja e fundit e diellit u zhduk në horizont, Marina kapi dorën e Artanit dhe ndjeu mirënjohje të thellë. Jo mirënjohje që ai e kishte shpëtuar, sepse ajo e dinte se askush nuk mund të shpëtojë askën. Mirënjohje që ai kishte parë tek ajo, kur ajo vetë nuk e shihte, potencialin për të qenë më shumë se dhimbja e saj, më shumë se poshtërimi i saj, më shumë se çdo etiketë mizore që u përpoqen t'i vinin. Dhe tani, 20 vjet më vonë, ajo mund të bënte të njëjtën gjë për njerëz të tjerë. Mund të ishte dora e shtrirë, vota e besimit, shansi i dytë që dikush kishte nevojë. Dhe në këtë, më në fund, gjente kuptimin e plot të gjithçkaje që kishte kaluar. Jeta nuk ishte e përsosur, kur nuk do të ishte. Ende kishte ditë të vështira, ende kishte shqetësime për vajzat, për Pietrin, për nipërit. Ende kishte momente dyshimi, lodhjeje, frustrimi. Por kishte dashuri, kishte qëllim, kishte lidhje të vërtetë. Dhe kjo, kishte mësuar Marina, ishte më se e mjaftueshme. Në sallon dëgjoheshin të qeshura. Jona kishte ardhur papritur me të dashurin, duke sjell tort për kafen e pasdites.
Pietri kishte zbritur nga dhoma kur dëgjoi motrën, i emocionuar. Teto Liria po përgatiste kafe të freskët. Ishte vetëm një shtun normale tjetër në familjen Gashi, plot zhurmë, rëmuj dhe shumë dashuri. Marina dhe Artani u ngritën nga balkoni për t'u bashkuar me familjen. Para se të hynte, Marina shikoi për herë të fundit qytetin dhe përshpëriti një falënderim të heshtur. Falenderoi për poshtërimin që e çliroi nga një ardhme mediokre, për dhimbjen që e bëri të fortë, për të huajin që u bë dashuria e saj më e madhe, për vajzat që u bën bijat e saj, për djalin që provoi se ajo kur nuk ishte me defekt. Falenderoi për çdo gur në rrugë që e çoi deri aty, sepse pa to nuk do të ishte aty ku ishte. Dhe premtoi të vazhdonte të ishte dora e shtrirë për çdo që kishte nevojë, të vazhdonte të ishte provë e gjallë se dita që duket si fundi mund të jetë vetëm fillimi i diçkaje të jashtëzakonshme. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Marinës dhe Artanit të ketë prekur zemrën tuaj. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të kalimi, poshtërimesh të transformuara në forcë dhe dashurisë së gjetur në vendet më të papritura, klikoni butonin e pëlqimit dhe abonohuni në kanalin ton. Na tregoni në komente cila pjesë e historisë ju preku më shumë, nëse keni kaluar ndonjë situatë refuzimi dhe si e keni tejkaluar, apo nëse njihni dikë që do të kishte nevojë të dëgjonte një histori si kjo. Çdo ditë sjellim rrëfime intensive që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, histori që na kujtojnë se asnjë dhimbje nuk është e përhershme dhe se gjithmonë ka shpresë për një fillim të ri. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të prekë shpirtin tuaj. Deri atëherë.